90 Noriega u arrestua në Panama dhe u dërgua në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të gjykuar në një gjykatë federale me të njëjtën akuzë, lidhje me trafikun e drogës dhe mori dënimin nga gjykatat amerikane dhe ka ndruar jetë në burgjet amerikane. Pra, një farmase Amerika do i diku përsëriti vetveten, por nuk është rastësi data? Mbase mund të jetë rastësi, përgjithsisht në Amerikë i parapërqen simbolikat dhe vetë politika amerikane kujdeset për simbolet. Ndoshta në këtë rast nuk është kujdesur presidenti Maduro, ka treguar i pavëmendshëm në këtë pikë, por ajo çfarë vlen të theksohet është fakti që për të reagimeve që pati në politikën ndërkombëtare, tashmë jemi përpara faktit të kryer dhe në Venezuelë neve po përgatitemi që të shohim një tranzicion pushteti, qofse do të kemi zgjedhje, ose do të kemi një vazhdimsi, një lloj statu quo-je me zëvendës presidenten Rodriguez, e cila u betua pas vendimit të gjykatës lartë venezuelane, dhe do të shikohet se çfarë qëndrimi dhe raporti do të kenë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A është ajo mes dy zjarreve? Natyrisht është një lloj pozicioni sanduiç, do të thoja, dhe është midis vullneti që kanë venezuelanët veçanërisht për krahasve të Maduro, sepse Venezuela vetë është jashtëzakonisht e ndarë, është ndarë më dysh, kush ka parasysh edhe revoltat e vjeçme gjatë zgjedhjeve presidenciale. Mos harrojmë që kemi një qeverisje shumë të gjatë, gati 30 vjeçare, pra që me 6 dhjetor të 98-ës Venezuela qeveriset nga që quhet pasarësit e Chavez, pra kemi një lloj chavizmi, është krijuar një lloj rrymë, e cila është disi e pazakon për Amerikën Latine, një periudhë kaq të gjatë veçanërisht pas viteve 90. Dhe kështu që nëse do të kemi zgjedhje të reja në Venezuelë, do të shikojmë se çfarë force dhe peshe do të ketë opozita, megjithse ka analistë që thonë që ky veprim që u bë përkundrejt Maduros mund të ketë fuqizuar partinë e Maduros, që e shef atë si një viktimë të gjithë kësaj situate që po ndodh. Qartë, sa i takon, mund të themi, eksponentit nga opozita, një zonjë që mori dhe çmimin Nobel dhe që artikuloi në fakt orët të fundit që mund të në formë simbolike dhe mund t'ia adresoj apo t'ia dhuroj dhe çmimin Nobel për paqe Donald Trump për atë që bëri. Sa e ngjasa që ai të katapultohet sërish në politikë, meqense ishte në kushte të tjera, jetonte distancuar, frika e regjimit, dhe tashmë të kemi një lloj instalimi tjetër të një politike tjetër me protektoriatin dhe vëmendjen e SBA-s, por që opozita tjetër të vinë në pushtet dhe të ndodhë, mund të themi, fenomeni i rotacionit. Ndoshta tani për tani Amerikës nuk i intereson besoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e përmendi dhe presidenti Trump, nuk është intereson, nuk e kanë pikat e saj kryesore ose parësore apo prioritare, se si do të ndodhë tranzicioni i pushtetit në Venezuelë. Madje në një konferencë e parë për shtyp mbas ngjarjes, kur u referua rasti i zonjës Mercado për të qenë lider e Venezuelës, ai dukshëm me stilin e tij të drejtë për drejtë, që tashmë e ka klasik, dhe që është një stil, do të thoja, për ata që e pëlqejnë, është jashtëzakonisht inkurajues, që tha zonja Mercado nuk gëzon asnjë mbështetje në Venezuelë dhe do jetë një moment të dytë nëse populli i Venezuelës do ta mbështesë atë për qenë presidente. Por i bëri qartë me një paralajmërim të dukshëm zëvendës presidentes Rodriguez që mori postin, që në momentin që do të jetë në krye të presidentes venezuelane, ajo nuk duhet të bëjë gabimet që bëri Maduro në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kamberi, do kesh mirësitë më presësh vetëm pak momente, pasi do të shkojmë në Durrës me kolegen Lori Damani për të bërë një pasqyrë të shkurtër të situatës, meqense nuk është në kushte të favorshme dhe për të raportuar dhe rikthehemi sërish bashkë. Lorida, të përshëndes, ku je pozicionuar, si është situata aty dhe janë shtabet e emergjencave civile? Nuk e di, do ta kemi për pak momente, kam për shembull e kam? Në pak momente, ndjes, Kamberi, sa i takon fakt me që se është lajmi ditës së sotme dhe situata është agravuar në Durrës dhe jo vetëm, prandaj bëjmë dhe këtë shkëputje. Sa i takon, mund themi, eksponentës që mori dhe çmimin Nobel që po diskutonim së bashku. E ka të nevojshme politika venezueliane, një frymë të tillë, një grua në politikë, por me një mbështetje që mund të vijë nga faktori ndërkombëtar? Sa janë gjasa që kjo të ndodh dhe kur analizon ndërhyrjen në SBA? Ndërhyrja politike, ndërhyrja ekonomike, ndërhyrja për çështjen e naftës, ndërhyrja për një rend të ri, për çështjen, mund themi, të aleancave, si e shikon ti? Po nisim nga kjo pyetja e fundit. Besoj që ajo që ndodhi në Venezuelë
i ka gjitha. Pra i ngjan një mozaiku ose një lloj koktej, shija e cilit në varësi të përbërësve që janë aty mund të jetë ndryshme për vende ndryshme. Disa mund të duket shumë e hidhur, disa shumë e ëmbël, apo disa mund të duket shumë energjike. Ndërsa në raport me faktin që nëse zonja Makado do të qeverisë Venezuelën, këtë, siç ndodh rëndom në çdo demokraci, do ta vendosi populli venezuelan, megjithëse në zgjedhjet e fundit u pa që ajo kishte mbështetje, nëse gjithmonë i besojmë faktit që pati probleme në rezultatet e zgjedhjeve dhe një lloj ndikimi nga ana e presidentit në atë kohë venezuelan Maduro për të ndikuar në rezultatin zgjedhor. Se sa shpejt do të ndodhi ose sa shpejt do të merret vendimi për të pasur zgjedhje në Venezuelë, kjo besoj do të shihet edhe nga mënyra se si zonja Rodriguez do të ndërtojë marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara. Të ndërpresë një herë, e kam Lori Damanin tani? E qartë, okay. Situatat e emergjencës të motit na shkaktojnë edhe këto lloj ndarje sa e takon bisedës. Çështja e naftës është ajo që u diskutua, u mendua se mund të jetë edhe një farë, një vëmendje e madhe që e ka Donald Trump për çështjen e naftës në Venezuelë. Është vërtet një faktor që po e shikon dhe si përfitim ekonomik dhe ky është motivi se pse mund të shtyen dhe zgjedhjet? Politikat e energjisë, apo nafta, po marr një term për përdor këtë tokfjalë është politikat e energjisë, gjithmonë ka qenë një lloj shtylle kurrizore e gjeopolitikës kudo. Paktën që kur nafta doli si një burim i rëndësishëm, strategjik dhe energjetik që kurzonte jo vetëm thjesht ekonomitë e disa vendeve që kishin burime të shumta të naftës, por veçanërisht fuqinë ekonomike të mjaft vendeve, sepse deri në momente deri në fund të shekullit të 20, nafta ka qenë dhe vazhdon të jetë burim shumë i rëndësishëm, një lloj gjaku për ekonomitë e mjaft vendeve që vënë lëvizje transportin dhe shumë elemente industrive. Kështu që në pikpamje të gjitha vendet që kishin rezerva të mëdha të këtij elementi strategjik dhe gjeopolitik, morë një peshë dhe rol të rëndësishëm edhe në gjeopolitikën botërore. Kujtojmë këtu vetëm rastin e vendeve të Gjirit Persik, të Iranit, Irakut, Rusisë, kështu me radhë. Madje frika që ka qenë në mjaft prej vendeve ishte se vendet të cilat kishin një regjime autoritare, por rezerva të mëdha të energjisë, dhe kjo ka qenë një shqetësim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e përdornin energjinë si një armë për të kushtëzuar dhe për të ndikuar në politikën ndërkombëtare, pra që këto vende të merrnin edhe një rol në tavolinën e vendimarrjes ndërkombëtare, sepse për izë vërtetës jo të gjitha vendet, pra shumica vendeve zhvilluara vuajnë nga mungesa e burimeve, ashtu si ke këto vende një pjesë të madhe të rasteve prania e burimeve të shumta natyrore është kthyer në një lloj mallkimi. Edhe bekim, po ka momente të caktuara edhe një lloj mallkimi që vjen për shkak faktit se sa të afta kanë qenë ato ta përdorin sasinë e madhe të tyre burimeve si një bekim për ekonominë e tyre, po kur e kanë keq përdorur, i është kthyer edhe një lloj mallkimi. E kjo pikpamje Venezuela, e cila zotron rezervat më të mëdha të naftës të pashfrytzuar në botë, është një përballet me një sfidë shumë të madhe, e cila është mundësia që ka për të pasur shumë më tepër të ardhura, por pamundësia teknologjike për t'i vënë në shfrytëzim burime të tilla të naftës. Dhe për këtë arsye, kompanitë amerikane gjithmonë kanë qenë të pranishme në tregun venezuelan, të cilën e kanë parë si një mundësi edhe zhvillimi ekonomik. Dhe kjo ishte edhe një nga arsyet që u bë edhe e ditur dhe në konferencën përshtyp të presidentit Trump, që ajo që quhet çavizmi politik, i cili për 30 vjetësh bëhet mundur që këto rezerva t'i kontrollonte tashmë jo duke zhvendosur kompanitë amerikane, por duke ofruar këtë mundësi kompanive ose teknologjive që vinin nga Rusia, Kina apo Irani, të tre vende të cilat për Shtetet e Bashkuara të Amerikës konsiderohen si vende jo misore. Po përdor një term të zbutur në po përgjigjem pak më korrekte me publikun. Kolumbia dhe Kili janë tashmë në vëmendjen e Amerikës për mënyrën se si ata qeverisin, për liderët e saj, ku në konferencën për media që pati Donald Trump me Marco Rubio dhe eksponentë të tjerë të ushtrisë para së arrestimit të Maduros, nuk ishte shumë i kujdesshëm dhe në gjuhën që përdori, të ruhet, thënë këtë lloj forme, Kolumbia dhe lideri i saj. Kolumbia dhe Kuba, Kili nuk bën pjesë tek biles aktualisht presidenti kiliane dhe më thënë elita politike kiliane dhe argentinase, nuk janë pjesë e retorikës dhe kanë qenë dy vende që kanë qenë
gjithmonë të ndarë. Në Amerikën e Jugut të dy vende kanë dalluar edhe për shkak të nivelit zhvillimit ekonomik, por edhe që nuk kanë qenë përfshirë në ato që quhet rrjetet e trafikimit të kokainës kundrejt tregut Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryesisht këto vende që kanë qenë pjesë, kësa kanë qenë Venezuela, Kolumbia kryesisht, e cila ka 2/3 e prodhimit të kokainës në botë, Bolivia, Ekuadori, vendet e Amerikës Qendrore, Hondurasi, Salvadori, Guatemala, nëpërmjet cilave ose rruga toksore që kokaina hyn në tregun amerikan, ndërsa nëpërmjet Venezuelës hyn nëpërmjet rrugëve detare dhe kjo shpjegon edhe sulmin amerikan në Karaibe dhe shumë anijeve apo varkave të cilat bënin transportin e kokainës drejt tregut